Një shtetas 61 vjeçare është proceduar penalisht dhe është dërguar për trajtim mjekësor tek mjeku neuropsikiatër në Spitalin Rajonal të Shkodrës. Sipas policisë, 61 vjeçari nga fshati Kodërboj i Pukës është kallëzuar në polici nga bashkëshortja e tij dhe djali i tij. Ai ka kanosur me jetë me anë të një sypate dhe më pas ka shkatruar pajisjet elektroshtëpiake dhe oriendit në banesën e tyre. 61 vjeçari është i pajisur edhe me epikriz për probleme të shëndetit mendor dhe nga diabeti. Ndërkohë, policia ka vënë në pranga një shtetas 20 vjeçar nga Shkodra, gjatë kontrollit të ushtruar nga forcat e posaçme Shqiponia. Në automjetin e tij ju gjet një dorez metalike përforcues grushti, e cila u sekuestrua në cilësinë e provës materiale. Në policinë e Malësisë së Madhe, një 17 vjeçar ka kallëzuar se i kanë vjedhur automjetin në rrugën kryesore përpara banesës së tyre në fshatin Sels. Automjeti lën në ruajtje nga gjyshi i tij një shtetas 69 vjeçar. Uniformat blu njoftojnë se po punohet për identifikimin dhe kapjen e autorit dhe autorëve.